Për shëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur të përgatit një kek me fanta, shumë i sheshëm dhe i shpejt përgatitje. Përbërësit që na nevojiten për përgatitjen e kekut janë 4 vezë, 130 ml me vaj, 180 ml me fanta, 250 gram sheqer, një pluhur për pjekje, 350 gram miell, si dhe një sheqer vanile. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek sheqeri hedhim edhe sheqer vanilën. Morëm një ejnë të thellë tashti edhe i hedhim 4 vezë sheqerin edhe sheqer vanilën. I rrohim vezët me sheqerin derisa të bëhet një mos kremoze. Bismillah. Pasi që është bërë edhe mosa kremoze, hedhim fanta, shtojna vajin, një pluhur për pjekje për ndryshe të cilë. Furën e kom shumë në nxehur, pra me parë, temperaturë 180 gradë që tjetë e nxehur. Hedhim miellin edhe i përzina të gjithë me mikser. Kemi përzi edhe brumin dhe bismillah hedhim tash brumin në tepsi 36 cm, ku kemi lënë me parë me vaj. Fura pra është zehër, me njëherë fusim edhe kekun me u pjek. Edhe kekun e kom hek prej furrës, e kom lënë me pjek për 35 minuta në temperaturë 180 gradë. Mbasi që është ftoftë, si gjithmonë shikoni me rrëmuese, nëse brumi nuk ngjitet, atëherë edhe pjekja është perfekte. Krejt kur uftof keku, i kom marrë 2 lugë të gjellës me sheqer pluhur, edhe i kom përzi me lang të limonit të freskt, derisa të botë një pastë të hollë, e kom lyp për mi. Tashti e kom bo prerjen kështu në formë katrore, edhe i nxerri 2 copa e shefni se si duket. Perfekt i but pa moktel, kështu që neve na beft mirë. Juve mota të dashura nëse provoni po ashtu. Faleminderit për krajen që ma bani, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit, ju them, miru pofshim.